Ju përshëndes zonja dhe zotrinj, ju ftoj të na ndiqni, jemi në këndin e të ftuarit, janë minutat e Altin Goxhajt, avokati që është çdo të diel në ekranin e Fox News. Mirë se vjen, avokat. Kënaqësi që jam përsëri dhe kjo është e dela e fundit e 2025-s. Do të bëjmë bilancet, nuk e di, na mjafton koha. Kemi zgjedhjet në Kosovë, po natyrisht do të ndalemi edhe te 90 dita fat vendosur nga administrata Trump për Ballkanin Perëndimor, si do të reflektohet në Shqipëri. E nisim me zgjedhjet në Kosovë, avokat, ka qenë një vit i ngarkuar në fakt me procese zgjedhore. Me sa shohim edhe pjesëmarrja deri tani në votime duket e ulët, krahasuar me proceset e mëparshme, e pritshme. Në fakt, ne shqiptarët kemi tjetër sjellje elektorale në raport me orët e votimit, që vjen nga koha e komunizmit, që në orën 7 vinin socialistët, pensionistët dhe marrojnë hapur kutit. Nuk e di si funksionon Kosovë, po më duket dhe më ulët. Po kjo mund të jetë për dy faktorë. Faktori A është lodhje nga kriza njëvjeçare e Kosovës dhe faktori B mund të jetë i lidhur ngushtë me themun, mbas e kam dhe gabim, me shpopullimin e Kosovës. Tashmë ka një vit e gjysmë që Kosova ka filluar agjendën e Shqipërisë për shkak se klyштësorë, si quaj unë, sa herë që udhëheqin do bëjnë agjendën e tyre. Dhe Kosova sot është në një ditë të keqe, jo ditë të mirë. Unë jam shumë pesimist, jam i trishtuar për realitetin aktual të Kosovës, pasi para zgjedhjeve ata kishin mundësi që të bënin disa zgjidhje, të cilat ishin të shëndetshme për Kosovën. Ata thjesht kanë vulosur sot me atë mënyrë si kanë bërë punët e tyre këtë muaj, një krizë të vazhdueshme. Do të vazhdoj kriza sepse shansi i madh që kishte Partia Demokratike e Kosovës, PDK-ja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës për bërë një koalicion ku t'ia dhënin votave të kryeministrit e ardhshëm dhe kishin mundësi të bënin një aleancë për të përcaktuar forcën e parë që ka mandat kryeministror dhe duke pasur edhe mundësitë e majorancës, ata mund ta bënin një qeveri. Unë jam i trishtuar sepse mendoj që ata nuk do bëjnë dot prapë qeveri. Albini do jetë i pari, sipas gjitha gjasave, mos harrojmë diasporën e cila e shef Kosovën nga interneti dhe mu them që Albini është një fenomen online, për shkak se strategjitë e Sorosit, manualet e Sorosit janë zbatuar në mënyrë perfekte, edhe besoj unë, ne do të kemi një 2026 në krizë, në ditët më të këqija. Përsëri thoni. Po, në ditët më të këqija që janë ditët më të mira. Pse them ditët më të këqija që janë ditët më të mira? Sepse janë ditë shumë të mira dhe këta do t'i bëjnë të këqija. Ditë të mira janë për shkak se Amerika ka blinduar pozicionin e sigurisë së Kosovës, ka blinduar sovranitetin e saj, dokumentin e Trumpit për botën dhe për Ballkanin në këtë rast, Kosova është shumë avantazhuar, por siç e pam dhe në Kongresin Amerikan, vetëm një javë më parë që doli video e titruar në mediat e Kosovës, në datën 2 dhjetor, kur ishte bërë një seancë Kongresin Amerikan, e cila ishte zi e mëzi për Vučićin, kur u pyetën për Kosovën, ekspertët, që kjo është faqe edhe në dokument, ata thanë që vetmja pengesë që ka Kosova është Albin Kurti, i cili është pengesë për strategjinë amerikane që blindon Kosovën dhe i siguron asaj sovranitetin. Që do thot në një kuptim caktuar që Kosova, për shkak të një klase politike jo vetëm të papjekur, por dhe të pabesë në raport me Kosovën, tradhtare dhe që në raport me Kosovën, nuk e kupton dot rolin historik, situatën botërore, tsunamin e madh që ka filluar në Washington në datën 20 janar dhe sa i delikat është drejtimi i anijes Kosovës në këtë det furtune, këta janë kaq papërgjeshëm sa shohim vetëm karriket e tyre. Lumir Abdigjiku, që unë e kam quajtur gjithmonë Lulmir Abdigjiku, mbi të kam bërë një autobiografi pa autorizuar në vitin 2021 kur u zgjodh në krye të LDK-s, kam thënë që ky është jo Lumiri, po Lulmiri. Ky është kopja e Lulit, i cili ka për detyrë ta shkatërrojë LDK-n dhe ta bëj urë për Albin Kurtin dhe vetvendosin si një projekt i madh i Sorosit. Nëse do të kishte bërë një koalicion LDK-ja dhe PDK-ja pa vënë kushte kryeministrore, dhe ky ishte arsye që nuk u bë, është e sigurt që ne do të kishim as zgjedhjeve një kryeminist të mandatuar për të themeluar një qeveri, për të bërë një qeveri, për të formuar një qeveri, koalicioni, e cila do të zhdukte krizën nga Kosova. Siç e dim, edhe Europa dhe Amerika kanë vënë kufi Kosovës që pa stabilitet institucional, Kosova nuk bëj asnjë hap përpara. Dhe unë mendoj që Kosova po përsërit Shqipërinë.
Goxhaj, ajo çfarë më bën përshtypje dhe tani shfletova përsëri për të parë ndoshta këto 5 minutat e fundit, ndërkohë që ne bëheshim gati për transmetim, mund të kishte ndodhur mrekullia, që të kishim ndonjë reagim, të paktën nga Tirana zyrtare për zgjedhjet që zhvillohen në Kosovë, se i pam në pikë të mëngjesit mobilizuar me podcaste, flasim, etjerë dhe nuk të prononcohet asnjë fjali për gjysmën tonë. Guxoj shumë nëse them edhe gjysmën tonë më të mirë, po asnjë reagim nga Tirana zyrtare për procesin zgjedhor në Kosovë. Kur erdhi Rama në pushtet, u defaktorizua faktori shqiptar në Ballkan dhe u faktorizua faktori serb. Dhe kur erdhi Albin Kurti, u mbyll çdo lloj shpresë se mund të kishte ndonjë integrim kombëtar. U ndërpret çdo lloj bashkëpunimi kombëtar, ku ka disa kushte që nuk pengohen nga BE-ja, siç janë për shembull një trajtizim i arsimit dhe licencave, veprimeve të përbashkëta të cilat nuk cënojnë stabilitetin sipas pretendimeve të antishqiptarëve të Europës. Dhe u ndërpren të gjitha. Ne jemi të ndarë më shumë se kurrë. Ajo rrugë na se vetëm turist dhe çojmë vetëm në mall transporti, pse ka humbur vlerën e integrimit kombëtar. Rruga Shqipëri-Kosovë, Durrës-Kukës, Prishtinë. Unë besoj që Kosova nuk ka treguar këtë herë një përgjegjësi të lartë. Do të kujtoja një ngjarje që ka ndodhur në vitin 1911. Jo, unë pyetjen e kisha për mos reagimin e Tiranës zyrtare. Më mirë mos reagojnë, ta them sinqeritet. Më mirë të mos reagojnë, sepse sa reagojnë këta më keq bëhet puna. Këta janë dhe më të këqij se ata. Me fjalë më mirë të paktën mos kenë rol, se nuk kanë diku ndonjëherë mirë. Më kupton logjik. Më mirë. Do kishte rol ndikues në zgjedhje, një prononcim korrekt. Unë besoj që sa herë flasin këta vetëm prishin punë. Unë jam shumë pesimist për sjelljen e klasës tonë politike në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe në tilla raste më mirë mos u bëj asgjë se kur e bën keq gjithmonë. Goxhaj, ndërkohë ujërat kanë lëvizur, 18 dhjetor presidenti Trump do të firmoste ligjin dhjetor të mbrojtjes së SBA-s, ku natyrisht pjesë integrale të cilit shërben edhe si një dokument orientues i politikës së jashtme europiane. Kanë 90 ditë kohë. Ballkani Perëndimor, si do reflektohet kjo skemë në Shqipëri? Kundër liderëve të korruptuar natyrisht. Unë kam bërë një projektim të këtyre 90 ditëve dhe të pas 90 ditëve që bazohet ke fabula Ali Pashtë e Pelenës. Edi Rama në vitet 90, unë kam qenë dëshmitar, ka shprehur një lloj adhurimi të fshehtë me dashuri dhe urrëtie për Ali Pashtë e Pelenës, për figurën Ali Pashtë e Pelenës. Unë kam studiuar figurën Ali Pashtë e Pelenës dhe ngjan shumë Edi Ramës. Në Shqipëri ka një mendim të projektuar në kohën e komunizmit, sikur Ali Pashtë e Pelenës është një hero i madh. Ai është një nga njerëzit më të ligjë që ka pa ndonjëherë historia e Shqipërisë, me rolet më të këqija që ka pas në historinë e Shqipërisë, dhe arsyeja pse e kemi jugun aty ku e kemi dhe se kemi aty ku duhet ishte, me Çamëri, me Janinë, me shumë tjera, është vetëm roli i Ali Pashës. Arsyeja pse shqiptarët bën revolucionin grek është sepse Ali Pasha e çau e piri në dy pjesë dhe prodhoi konfliktin fetar. Dhe Ali Pasha në gjendje arrogance radikale, me një poshtërim të madh ndaj gjithë të sunduarve dhe me një sjellje kriminale dhe të ligë, shkatërroi shtresën e mesme dhe e vrau humusin e një revolucioni, e cila u pasua pas edhe nga veprime të tjera të mëpasshme që ishin prapa ai shkaku. Ai vdiq i tradhtuar nga vetët, i rrethuar nga osmanët, pasi në arrogancë sipër ai donte të bënte dille të mëdha me Bonapartin, me Egjiptin dhe përfundimisht përfundoi me kokën në tepsi në Vim te Rama tani Ali Pash. Jemi në kohën një perandorie tjetër, që është perandoria amerikane, ishte perandoria otomane. Unë besoj që koka e Ramës është në tepsi, duke u diskutuar. Dhe do përfundoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në kuptimin figurativ, politik fjalës, gjithmonë. Patjetër. Dhe tashmë është kuptuar roli i tij dhe ka ardhur një administratë e cila nuk ka vizita nga Alex Sorosi çdo 2-3-4 javë, siç ndodh me administratën Biden. Ka një administratë që e ka shpallur Sorosin public enemy number 1 në Amerikë
Dhe Rama është konsideruar si pjesë e familjes Soros, jo thjesht një partner i Sorosit. Ai ka lëvizur me të gjitha mjetet, po dhe me një lloj mos kuptimi të realitetit, për shkak se është e vështirë të kuptosh Trumpin, dhe unë besoj që ai ka rënë në grop që ka rënë shumë të tjerë në Europë dhe në Izrael dhe kudo tjetër, të cilët kanë menduar se Trumpi do kishte një sjellje të caktuar, pra kanë pas një pritshmëri të gabuar. Dhe jo më kot u investuar Rama ke ishullit Sazanit, jo më kot pasi dështoi në të gjitha format të vepronte drejt për drejt në Washington, i hodhi sperancat në Tel Aviv me shpresën që Trumpi sionist do ndikoheshe nga Tel Avivi sionist. Ka një personazh i cili Rama kishte hedhur gjithë investimin e tij që quhet Jeffet, i cili është një izraelit që në këndvështrimin tim informacioni që ka pas Rama dhe palët kanë qenë të gabuara në raport me peshën e tij, sidomos me rolin e tij, pasi ai ka cënuar rënd interesa amerikane në fushën e sigurisë dhe të armatimit, dhe Rama ka gabuar, ka rënë në një grop, ose më saktë ka bërë një gjë shumë të keqe, një zullum shumë të madh, tash është ngatruar në zullum dhe po e fundon zullumin që ka ngritur. Arroganca e tij e verës, që unë këtu e kam shprehur në Fox News rregullisht çdo javë, duke treguar ai çdo ditë shton një zullum të ri, duke tmerruar, terrorizuar shqiptarët. Arroganca e verës, e keni fjalën për shakat? Jo, për veprimet. Çdo ditë ai nxirrte një vendim. Njëherë do ishte pusetet e hujit, njëherë do ishte para në kesh për 2026, njëherë do fuste këtë, njëherë fusti diellën. Çdo ditë ai bënte një goditje për hapësirat publike, për gjoba, për taksa. Për zhvendosje vëmendje? Jo, ai ishte projekti i tij i shpopullimit përfundimtar, final. Unë dua që t'i bëj me di atyre që na ndjekin, dëgjuesve tanë nderuar, shikuesve tanë nderuar, të cilët duhet kujtojnë në vitin 2017 kur unë erdha në televizionin Fox News kur hap, dhe nxora tezën e shpopullimit të Shqipërisë, dhe ky ishte i vetmi televizion që mua më jepte këtë mundësi të flisja për këtë temë. Agjenda Soros e shpopullimit të Shqipërisë ishte një projekcion. Atëherë kur niste hemorragjia, le të them. Po nuk e pranonte njeri. Ne ishim këtu të vetëm duke e thënë këtë gjë, ishte ndaluar thuaj. Ishte censurë e plot. Për herë të parë përmend shpopullimi në vitin 2021 nga Lulzim Basha në fushatë, dhe atë jo si agjend, po si fenomen. Ka qenë ndaluar në Shqipëri për shpopullimin. Ju nuk keni parë kur një dokument kaq të rëndësishëm në tranzicionin shqiptar që vën fokus në që problemi i madh që ka Shqipëria është shpopullimi. Problemi i madh që ka Shqipëria është shpopullimi, dhe kjo nuk është një fenomen. Kjo është një agjendë. Dhe ky dokument i Donald Trump, pra i shtëpisë bardhë, i Departamentit të Shtetit, i përgatitur nga ekspertët më të mirë të mundshëm që përcakton frymën e re botërore, që është krejt pa lidhje me ç'keni parë me sy këto 35 vjet. Është një gjë krejt e re që po rishkruhet rregullat e botës, po rishkruhet historia e botës, po rishkruhet gjeopolitika e botës, po rishkruhet rregullat e lojës. Aty flitet si prioritet i prioriteteve agjenda e shpopullimit të Shqipërisë. Aty thuhet që ky vend problemet të madh që ka i kanë rinis. Dhe e përcakton si grup mosh, sepse kjo që po ndodh në Shqipëri, Shqipëria po vdes. Nuk ka gjë më të rëndësishme për sigurinë kombëtare se sa të mos vdes kombi. Ne po vdesim të vrarë nga një agjendë. Dhe Rama kishte projektuar një plan komplet tjetër me ardhin e Trumpit. Ai nuk flen më gjumë, pasi ky dokument është vula që është vënë, po mund ta them fatkeqësisht që kjo vulë nuk është vetëm për Trumpin, është për gjithë Shqipërinë dhe për gjithë klasën tonë politike, në kuptimin që kjo klasë politike ka falimentuar. Dua t'ju kujtoj që SPAK-u sot është një kamzhik në duart e qeverisë amerikane me zgjedhjen e Brahos. Domani ishte një kamzhik personali Deep State-it amerikan që përfaqësonte në rastin konkret Yuri Kim. Ai u bë kryetari i SPAK-ut nga Yuri Kim për të shërbyer Yuri Kim, po jo Shqipërisë, as Amerikës. Braho është zgjedhur për të shërbyer Amerikës, ose më saktë është një test 3 mujor. Braho do vlerësohet ato 3 muaj se kujt i përket. I përket interesit kombëtar, apo do të jetë pjesë e një klase të falimentuar, do falimentojë dhe ai bashkë me klasën politike. Meqense janë bërë publike tashmë dhe propozimet e SBA për SPAK që nga ngrirjet e aseteve në arrestime në nivele të larta, mendoni që çështje të një rëndësie shumë të veçantë, si për shembull rasti me Gonegal, të hetohet edhe në Shqipëri? Unë besoj që rasti me Gonegal është një nga indicjet që ka administrata amerikane se kush është Edi Rama. Është një nga indicjet. Edi Rama nuk është me Gonegal, është shumë më tepër. Edi Rama trajtohet se ka kreu i mafjes ndërkombëtare të kokainës, në rolin e një qeveritari, i cili ka kthyer shtetin në një shtet të kokainës. Pse e them një shtet kokainës? Po të lexosh me vëmendje raportin,
i referohet të gjithë të dhënave që projektojnë një shtet i cili është vetë mafia. Jo një shtet i lidhur me mafien, më kuptoni logjikën. Vetë mafia është shteti, vetë shteti është mafia. Ka pas thënë dikur Fatos Lëbojën shprehje shumë bukur, po shumë vite përpara, në gjithë botën thotë shteti ka mafia, në Shqipëri mafia ka shtet. Ne kemi tashmë një fenomen të ri, ku diskutojnë zëvendës kryeministra me telefonat të përgjuar, të cilët tregojnë se si gjithë shteti është i kapur nga familja Rama në nivelet të botës krimit, ku është cënuar drejt për drejt siguria kombëtare. Po të lexohet me vëmendje raporti, do kuptohet që çështjet e digitalizimit që për shqiptarët është një gjë krejtësisht e huaj, kështu janë këta. As nuk impenjohen, fokusohen për të mësuar diçka. Jo, nuk mund të mësohen. Jo, e keni gabim. Nuk mund të korrigjojnë. Ata kanë gatuar një histori të Shqipërisë. Jo, për qytetarët shqiptarë për të informuar. Jo, shqiptarët në këndvështrimin tim janë në gjumë. Shqiptarët nuk duan të zgjohen, kanë rënë rahat. Është një fenomen që quhet në shkencat sociale, në sociologji, anomi. Anomia është gjendja e vdekjes ngadalt të një kombi në momentin kur ngecet në tranzicion, nuk lëviz, bie në gropën e tranzicionit. Dhe është apatia që është përcaktuar. Është një lloj vetvrasje. Vetë libri i 150 vjet më parë që ka përcaktuar anomin si fenomen, quhet suicidio, vetvrasja. Që ka bëm duke mi Durkheim. Ky koncept i vetvrasjes është një gjendje që ka shpjeguar kaq thjesht në një film regjisorit dhe skenaristit të Nëntorit 2. Një popull që flen vdes. Ky popull flen, ndaj po vdes. Dhe në këtë lloj kuptimi, në këtë lloj perceptimi, Rama nuk lëviz dot sepse ka gatuar një çorp të madhe, një grop të madhe për Shqipërinë, por ka bërë aq të madhe sa po bie vetë tash brenda gropës që ai ka hapur. Por po bijmë edhe ne. Kjo klasë politike është bashkë me Ramën, duke rënë. Koncepti që SPAK-u në këtë moment është vetë departamenti i shtetit. Por është në test. Është në test 90 ditor. Sepse e gjithë Shqipëria sot është një ekonomi e paraspisët dhe e drogës. Do me thënë, kur ju merrni rrogën, kur unë marr rrogën, kur ne e shpenzojmë, ne po qarkullojmë paratë e drogës. Pavarësisht se ne marrim rrogën në rrugë të lishme, sepse themeli i rrogës nuk është ari dhe nuk është prodhimi. Nuk prodhojmë asgjë. E gjithë prodhimi shqiptar doganor, pra që ka të bëjë me ekromin e me këto, shkon vetëm për të paguar borxhin, që e kemi diku ke 60%. E gjithë pjesa tjetër. E kemi dhe të fshehur për më tepër. Që nuk e shohim. Ndërkohë, pjesa që qarkullon në Shqipëri, që është përtej borxhit ndërkombëtar që ka Shqipëria, që është gropa e madhe e borxhit, të gjitha parat kanë themel ekonominë e paraspisët dhe drogës. Paraja pisët që pastrohet dhe vetë droga që prodhon të ardhur. Tani, mafia shqiptare është bërë një problem ndërkombëtar. Karaibet janë si thosh territorin e përgjimeve amerikane, ku përfshihen edhe Ekuadori, edhe Venezuela, edhe Kolumbia, dhe Shqipëria është një fenomen në përgjime në raport me Europën, për shkak se ne kemi një komunitet të tërë të përfshirë që qëndron apo që shkon dhe vjen, dhe të gjitha telefonatët, sa do të inkriptuara të jenë, duhet kuptojmë që çdo telefonat e inkriptuar në fund fare servin e ka në zyrat e National Security të Amerikës, ku çdo telefonat përgjohet dhe me inteligjencën artificiale përcaktohet kush ka folur, çka ka folur dhe me kë ka folur. Dhe Rama është i pa gjumë, për shkak se nuk di se si po i vjen dhe ku do i vjen, nga do i vjen, është një social i pashtë e pelena, i cili në atë gjendjen e hubris, të arrogancës, të shkeljes, të shtypjes, të poshtërimit gjithçkaje, ra në gropën e tij dhe u prek koka dhe u çu në Stamboll. Dhe Rama tashmë projekton veten e kokën e tij në një tepsi, dhe unë kur e nxora një video të tillë në rrjetet sociale këtë javë, unë pata 300.000 shikime në Instagram dhe Facebook, që për shkak të censurës unë nuk i kam këto lloj si thosh audiencësh, këtë herë pata, sepse kishte kuptim ajo që bëra. Dhe ajo që duhet të them është që për ta kuptuar rolin e SPAK-ut, për të kuptuar rolin e klasës politike, duhet të kujtoj që siç është hapur për gropa për Ramën, mos harrojmë edhe për klasën tonë politike është hapur gropa. Të gjithë janë në gropë, të gjithë janë në sit, dhe këta e kanë humbur provimin e mbijetesës. Tashmë gjithë diskutimi bëhet. Ne shqiptarët e meritojmë mbrojtjen e Washingtonit, e meritojmë shpëtimin nga Washingtoni, dhe kjo nuk varet më nga Washingtoni, ai e ka bërë detyrën e vet. Kjo varet nga ne. Tani, unë ja u kam shpjeguar që Adriatik Lapaj është roja i parkingut rreth. Atë ka këtu Rama atje që të ketë në kontroll mbi Ortekun popullor. Dhe ai i Sorosit, tiku i Sorosit, Rama i Sorosit, Agron Sheha që propozon Ermal Asimen e Sorosit dhe Firmos Pendri Shabanin e Sorosit.
Sali Berisha dhe partia e vet që firmos Endri Shabanin e Sorosit, që përcakton si shef programit elektoral për Tiranën, Erman Asimen e Fondacionit Soros, dhe nga ana tjetër para një jave bërë një akt pa precedent që unë jam i skandalizuar nga Sali Berisha. Cili akt? Caktoi një kontroll total të komunikimit publik zyrtar të Partisë Demokratike të drejtuar nga njerëz të Sorosit, nga Alfred Lelaj Soros. Vetëm Alfred Lelaj përcakton se kush si dhe çfarë do thotë në televizionet e Shqipërisë në emër të Partisë Demokratike. Amerikanët e dinë se kush është Sali Berisha, dinë kush është Partia Demokratike, sa e kapur dhe sa në pazar dhe sa e zhytur në labirintin e Sorosit është, dhe kanë kuptuar që kjo klasë politike është e gjitha në kontrollin e Sorosit. S'po them për Arlin Qorin që kanë vite që e them. Të gjithë ta janë Soros dhe Shqipëria ka nevojë, dhe unë këtë dua t'i bëj me thirrje publikut, ka nevojë për një forcë e cila i përshtatet politikës amerikane. Dhe neve në datën 24 janar kemi bërë një thirrje që thrasim çdo shqiptar të bëhet pjesë e kuvendit të Aleancës Konservatore për Shqipërinë, e cila do të jetë një formacion federat, koalicion i shumë qytetarëve, grupeve, individëve, ku nuk do të ketë një kryetar real, do të ketë vetëm një zëdhënës që do krye funksionin e vulës zyrtare para KQZ-s dhe për balë gjykatës dhe tatim taksave, por do të jetë një formacion horizontal për të themeluar një forcë anti-Soros, pasi në Shqipëri shohim që gjithë klasa politike është një operacion i Sorosit dhe e gjithë kapja e kësaj klase politike synon të mbrohet nga ato 90 ditë. Ne nuk duam të mbrohemi nga këto 90 ditë. Ne duam, si thush, të shfrytëzojmë këto 90 ditë, se shansi i fundit, treni i fundit për shqiptarët, sepse amerikanët nëse konstatojnë që në këtë vend është e kohë të investohet, sepse këtu janë gjithë kapur nga Sorosi dhe punojnë për Sorosin, Shqipëria nuk do të ketë shpëtim. Këtu varet nga ne, nëse do të krijojmë alternativa që japin mundësi perceptimit ndërkombëtar që ky vend mund të shpëtojë. Ne kemi një rast të jashtëzakonshëm në politikën e re amerikane, që është vërtetuar në këtë dokument, dhe kjo është shumë e rëndësishme për shqiptarët, që është roli i Orbanit në Europë. Çfarë është roli i Orbanit në Europë? Një shtet i drejtuar nga një qeveri anti-Soros, konservatore, sovraniste, euroskeptike. Ne na mungojnë të gjitha këto elemente në klasën tonë politike. Dhe Aleanca Konservatore për Shqipërinë, që ne po duam ta ndërtojmë nga data 24 janar, që kemi zgjedhur Kongresin e Lushnjës si fenomen. 24 janari. Jo rastësisht. Jo, absolutisht. Kemi zgjedhur Kongresin e Lushnjës sepse ne besojmë që Kongresi i Lushnjës themeloi shtetin shqiptar. Pra të ribëjmë Kongresin e Lushnjës kundër Kongresit të Përmetit. Kjo është klasa politike e Kongresit të Përmetit, e Kongresit Komunist. Dhe ne duam bëjmë kthimin te Kongresi i Lushnjës, tek ato vlera, të shpëtojmë nga kjo kapje e Shqipërisë nga Kongresi i Përmetit, që është një kongres serb i Përmetit, anti-shqiptar i Përmetit. Për t'ju rikthyer sërish, se kemi kohë deri në 24 janar për të folur gjerësisht, për t'ju rikthyer edhe një herë aktit për demokracinë dhe prosperitetit Ballkanit Perëndimor. Tani duket që dashi kanë ndezur seriozisht motorët e hetimit dhe kishte tokë fjalëshe aty. Më fal, jo thjesht hetimit. Kështu kanë lezuar njerëzit. Të quarjes në bankën e drejtësisë, jo hetimit. Hetimi vazhdon nga 10 vjeta. Më kuptove logjikën. Jo, e kuptoj logjikën e hetimeve këtu. Jo, ky është koncepti. Pra, nëse do hetohet diçka, nëse duhet rezultati garantuar deri në 90 ditë. Pra duan garanci që do të shmontohet mafia. Jo shteti, mafia po mafia. Këto desha të nënvizoj, korrupsioni politik, gjyqësor, organet e mbikëqyrjes së zgjedhjeve, prokurimet publike, liria e informacionit, parat e pista, mbrojtja kibernetike, sistemi bankar e tjerë. Dalin dot në 3 muaj avokat? Është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë, nuk është se do të hetojnë 1 milion njerëz. Dihet se kush është kupola e mafjes. Ju e mani më në filmin Oktapodi me Corrado Catanin. U desh kape kupola dhe u çmontua. Dhe në fakt kjo është historia. Kjo është kupola. Në krye të kupolës është Edi Rama. Ata kanë kuptuar që mafja në Shqipëri është, si thosh, e pafuqishme për shkak të antropologjisë shqiptare që të jetë një e tërë, që të jetë e koordinuar. Por është e koordinuar. Kush e kryen rolin e koordinimit? Ka një familje mafioze? Jo. Është qeveria. Dhe 2 nyje që po goditen, Agaçi Agasi, si thosh, goditen që i bëhet qeverisë me Belindën dhe me gjithë zyrtarët e tjerë, në fakt synon prishjen e nyjeve që është Agaçi Agasi të lidhjes të koordinimit të Edi Ramës me botën e mafjes. Që do thotë këtu nuk po diskutohet korrupsioni, se njerëzit kujtojnë se po merren me korrupsionin. Jo. Po të shmontojnë mafjen, sepse në momentin që një shtet NATO-s, mafja kontrollon databazat e sigurisë kombëtare, që tashmë u vërtetua,
që u shpik Irani, ishte gënjeshtër Irani. Nuk ka pas ndonjë Iran. Hakerat iranianë. Nuk ka pas ndonjë Iran. Është ideja që mafia kontrollon sigurinë kombëtare dhe ditë që është kontrolli i sigurisë kombëtare, 3 elemente. Ju e dini që kur dolën dhe rrogat e punëzit të ambasadës amerikane. Po dhe shikut apo. Me emra mbi emra dhe me kartë. Po nëpërmjet kartës në databazat e tjera dilte edhe adresa. Pra, diltin edhe sa familje ka, ku i ka e si i ka. Që do të thotë, nuk mund ti dot në një shtet NATO-sh të degenerosh shtetin deri në këtë pikë dhe të fshihesh pas iranianëve që në atë kohë Amerika heshti, sepse në atë kohë Izraeli synonte Iranin. Tash hiku ajo punë. Tash i dihen se kush e ka bërë. Janë të faktuara çdo gjë. Që do të thotë, në këtë shtet që ka rënë totalisht, ka rënë në fakt gropin që bëri vetë Edi Rama kundër nesh. E zuri gropa që kisha hapur ne. Kurse kjo klasë opozitare që ne kemi në Shqipëri është totalisht e kapur dhe e pabesueshme në Washington dhe ju e lexuat raportin dhe nuk u tha fjalë mirë për klasën politike opozitare. Asgjë nuk u tha për të. Pse nuk u tha asnjë fjalë mirë për klasën politike opozitare? Sepse do ta shohim ke spaku këto 3 muaj që vijnë. Që do të thotë e gjithë klasa politike është vlerësuar që është e kapur dhe e paft. Na takon ne qytetarëve të japim një dritë shprese për shqiptarët dhe t'i bëjmë shqiptarët që të jenë një alternativë e pranueshme për Amerikën. Sepse në një vend ku të gjithë janë me Sorosin, çfarë prisnin nga Amerika? Unë se kuptoj dot si rrëmenja njerëzit që Amerika në këtë moment mund të investojë pro Soros. Ku gjithë zogjtë e qyqe Soros i kanë shpërndar në të gjithë klasën politike shqiptare. Kjo është arsye pse ne duam që 24 janar të themelojmë një forcë që të japë një alternativë. Dhe ne nuk besojmë që ke zgjedhjet parakoshme. Rama është më interesuar nga gjithë zgjedhjet parakoshme, ta them me sinqeritet, me këtë klasë politike që ka. Tani për të përfunduar Goxhaj, sepse gjatë gjithë vitit keni mëshuar fort edhe për zhvillime të tjera ndërkombëtare, qoftë plani i paqes në Palestinë, nëse keni diçka për të thënë apo për takimin e Trump-Zelenski për ta mbyllur 2025. Perceptimi im është pa mbaruar Gaza si çështje nuk ka për të mbaruar lufta në Ukrainë. Kam 3 vjet që them. 2 vjet që kur filloi lufta në Gaza. Gaza do përcaktoj fatin e betejës në Ukrainë, pasi ajo luftë në thelb është një luftë e Izraelit në botë, e sionizmit në botë, e agjendës të miliarderëve të fuqishëm. Edhe luftë nuk mund ta themi se luftë janë 2 palë që luftojnë në fakt. Unë besoj që është vetëm një palë që sulmon aty, genocid të themi. Unë besoj që Gaza do të fitohet si betejë nga Trumpi. Izraeli do dorëzohet, do gjunjëzohet para Washingtonit. Ditët se kur nuk mund ta thot kush. Thuhet që ka një takim mas 3 ditësh të Bibit me Trumpin, nuk e dim, a do realizohet, por Trumpi do e fitojë atë betejë. Do ta bllokojë Izraelin të vazhdojë genocidin. Në moment që mbaron ajo betejë, mbaron dhe lufta në Ukrainë. Sepse është e njëjta luftë. Është e luftë e agjendave globale që është vëhet në Washington. Dhe Zelenski është një, si thosh, jude i investuar që të bëjë këtë luftë, po nga këta që bëjnë luftë në Gaza dhe që janë Amerikë qendra e tyre, jo në Izrael, jo në Ukrainë, dhe unë besoj që Trumpi po ndryshon botën, është një marrëveshje të fshehtë me Rusinë për të shpëtuar botën nga kjo krizë absurde, psikopatike që ka futur gjithë Evropën në një çmenduri të qeverive anti-europiane. Orbani do të jetë ambasadori i Washingtonit në Europë. Ai do ta ndryshojë Europën, ai do të modeli Europës, jo si person, por si figurë, si model, dhe Budapesti do të jetë kryeqyteti real i Evropës për Amerikën. Unë shpresoj shumë që Orbani dhe Hungaria të marrin rolin e Cezarit të Europës, që të shpëtojë Europën nëpërmjet Amerikës, kuptohet, sepse tashmë koha është e konservatorëve, koha është kundër Sorosit, koha është kundër luftës, duhet me çdo kusht paqe, lufta është vetëm dekadenca totale e përfundimtare e Europës dhe të gjithë ata që duan luftën, të gjithë kryetarët e qeverive të Evropës, janë të gjithë zogjtë e qyqes, jo Soros, po do ta quaj Rothschild edhe të elitave Davosit dhe të gjithë asaj agjende 150 vjeçare që po vret civilizimin perëndimor. Në Ukrainë është bërë një masakër, një kasapan e padëgjuar, do dalin mas lufte, shkot bëhet fjalë për 2 milionë ca të vdekur, që s'ka ndodhur ndonjë luftë nga lufta e dytë botërore me këto shifra, dhe janë të gjithë të krishterë që janë vrarë me njëri tjetrin. Kjo është argument që përdoret sot në Washington, të krishterë që po vriten me njëri tjetrin. Për arsye se është, si thosh, një vllavrasje, një vetvrasje
Europës e shkaktuar nga ata që urrejnë fen, nga ata që urrejnë krishtërimin, nga ata që kanë boshatisur kishat në Europë, nga ata që janë fëmijët e djallit, janë ateist apo janë fëmijët e djallit. Unë besoj që viti 2026 do të jetë viti më i rëndësishëm që kemi parë në jetën tonë. Sepse ajo do të jetë betejë më e madhe, do zhvillohet në Washington, në zgjedhjet në Amerikë, fillimisht në primare se kush do të fitojë AIPAC-u po anti-AIPAC-u. Kjo është formula. Kush do të fitojë në Europë, në përzgjedhje, në për gjëra, por mbi gjitha ndalimi i luftrave. Dhe këto luftra që do ndalojnë, do të jetë një prosperitet të ri, konservativ, duke e shpërbër këtë bashkim sovjetik evropian në këtë formë siç është, për të pasur një bashkim evropian krejt tjetër nga ky që është, po si i dikurshmi do të jetë një tregë e përbashkët evropian. Urimi 2026 për Shqipërinë tani për shqiptarët? Unë kam të njëjtin urim që ka çdo shqiptar, por mbase dhe nuk e artikulon as ke vetja vet, të shkoj koka e Ramës në tepsi si Ali Pashtë e Pelinës në Washington. Nuk mjafton, do duhet që ne të kemi alternativa politike të besueshme. Në Shqipëri çdo politikan ka një nga tre kushte që splotson, duhet të jetë i ndershëm, por mund të jetë i pandershëm, duhet të jetë i aftë, por mund të jetë i paaftë, duhet të jetë besnik, por mund mos jetë besnik. Tre elementet përcaktojnë fatin e Shqipërisë. Në Shqipëri ne nuk kemi asnjë politikan që duhet të jetë i ndershëm, që të jetë besnik dhe të jetë i aftë, sepse besnik nuk do thot ndaj kryetarit, do thot ndaj kauzës, ndaj Shqipërisë. Po ti jesh besnik ndaj Shqipërisë, do të jesh tradhtar ndaj kryetarit. Por ai i aftë ka shumë pak të aftë. Po që mund të jenë tradhtar, por mund mos jenë të ndershëm. Mund të jenë, si thosh dhe ata, si thosh të pandershëm. Korespondojnë tre virtytet e njëjtit. Ne na duhet të ndërtojmë një forcë politike që janë njerëz të ndershëm ndaj Shqipërisë, janë besnik ndaj Shqipërisë dhe jo kryetarëve, jo partisë, dhe e treta që të jenë të aftë. Ne kemi ky vend është vetëm të paaftë. Këtu nuk lejohet që i afti të ngrej kokë. Ne besojmë që mund ndërtojmë një forcë politike me këto tre kritere. Besnik ndaj Shqipërisë, tradhtar ndaj kryetarëve dhe besnik ndaj kauzës së Shqipërisë. Të aftë dhe mbi gjitha ndershëm. Të shohim. Të falenderoj për bisedën në studio. Faleminderit. Falenderime edhe ju, zonja dhe zotrinë Ndoqët.